Tim ku e kemi kancerin kryesor si shoqëri, ikja e rinis, braktisja e vendit. Për ta ndaluar këtë duhet të jepet një infuzion shumë bindës, po edhe serios që thotë ndaloni një ide më konkrete ose një gjë më konkrete. Çfarë mendoni se do të jetë hapi i parë që duhet bërë? Unë them me plot përgjegjësi se 100 ditët e parë të qeverisë do të jenë shumë shpresdhënëse për çdo qytetar. Domethënë ne do të insistojmë sa më shpejt të formohet qeveria. Kemi folur, kemi biseduar, hapur se 100 ditët e parë duhet të jenë shumë shpresdhënëse dhe mos përsëritet zhgënjimi që i ndodhi zotri Zoran Zaev, i cili e mori pushtetin, e dini çfarë ishin dhe sa ishin pritshmëritë, dhe mbas asaj nëse nuk arrin qëllimet të cilët i ke vendosur para vetes, zhgënjimi është shumë afër qytetarit. Unë besoj se në zgjedhjet e 2025-s qytetarit do ta ketë mundësinë që të na shpërblen me plot komuna më shumë, ose të na dënon me marrjen e pushtetit lokal aty ku e kemi.